ideja është në politik ose në fakt në qeverisje, gjërat nuk bëhen me kërkesë, bëhen me procedurë që të funksionojë tamam. Ne jemi mësuar t'i bëjmë me fjalë, me urdhra kryetarëve të partive, kështu kemi mësuar që ta kuptojmë politikën. E thot kryetari i partisë është ligj. Mënyra se si të gjithë neve duam edhe do edhe Europa në cilën duam të hymë, është këto gjërat bëhen me procedurë. Nëse ti zotri nuk ke pasur empatin, nuk e ke bërë këtë gjë, ti ministri e caktuar ke bërë këtë gabim, ti administratë e caktuar ke bërë këtë procedurë gabim, atëherë procedura është ti largohesh, dënohesh me ligj e tjerë, siç e thot procedura, dhe pastaj marrin... Për mungesë empatie nuk të dënon ligji. Po jo pra, as për arogancë ndaj qytetarit nuk të dënon ligji. Nuk bëhet me kërkesë, kjo ju lutem reflektoni. Kjo është, ti e ke bërë gabim, ti e ke bërë mirë, ti vazhdo si që ke bërë, ti që ke bërë gabim, hap krahun sepse është ai tjetri. Ose hap krahun dhe shkon burg, ashtu siç ka kërkuar Spaku për disa që parlamenti vazhdon të po. Për korupcion. Po, edhe për korupcion, se një nga problematikat kryesore është korupcioni, patjetër që prandaj jemi këtu. Dhe nga ana tjetër, ti tjetri që e ke bërë gabim, largohu dhe bëj këtë gjë. Pra, me kërkesë që të lutem reflekto, nuk është mënyrë qeverisje. Tjetra, shkalla e krahasimit, nuk mund të jetë një shkallë krahasimi me kohë. Edhe pasaj, siç tha dhe zoti Alibani, nuk mund të jetë me kohë, sepse ti pasaj e zgjedh kohë. Mund të themi që ne jemi gratë kanë shumë më tepër të drejta se sa në mesjet. Për të mos u lodhur. Duhet të krahasohet me standarde. Ai këtë tha sot. Ne duhet krahasohemi me standardet që na vendosin qytetarët, jo me ato standarde që kemi ne. Këtë tha sot. Të them se standarde? Po pra, këtë tha sot. Po, se nuk është çështje perceptimi kjo. Se nuk e kemi ne perceptimin gabim, e thon shifrat. Për shembull, ti ke 26.2 miliard lek në 2025 që ti ka gjetur shkelje vetëm KLSH-ja. Të gjitha këto para mund të ishin dedikuar për shërbime shumë më të mira për qytetarët. 968 milion lek dhe janë të reja, që ti vetëm kadastra e ka shkelja. Tjetra, nuk është perceptim mungesa ilaçeve në për spitale që është një problem kaq i madh i cili po trumpetohet kaq shumë nga qytetarët, nga profesionistët e tjerë. Nuk është perceptim pika në të cilën ka rënë arsimi. Nuk është perceptim fakti që ti e ke buxhetin për shëndetësinë 2.9 të prodhimit brendshëm bruto, ndërkohë që shtetet e tjera e kanë nga 10 dhe je i fundit në rajon. Pra të gjitha këto gjëra nuk janë perceptime, janë vendimarrje të një pasnjëshme të një qeverie dhe të një parlamenti të caktuar, i cili njëri vendos buxhetin, kaq do jetë buxheti dhe ai është vizioni, kaq do t'i dedikojmë arsimit, 2.ca sa ka arsimi, kaq do t'i dedikojmë shëndetësisë, edhe ai është dhe ai do jetë, se nëse ti nuk ja jep buxhetin për blerë ilaçe, aq do ketë. Dhe kjo nuk është çështje perceptimi, është çështje vendimarrje. Dhe për këtë vendimarrje, gjithkush që e merr këtë vendimarrje duhet pastaj të mbajë përgjegjësi. Dhe përgjegjësia mbahet me procedurë. Pra ne jemi mësuar që të gjitha gjërat i bëjmë pa procedurë. Edhe kjo pjesa e 4.2 milionë eurove të famshme të Kanye West, që çka kishte emrin, u bë edhe ajo pa procedurë. Doli një ditë me vendim qeverie, as nuk kaloi në parlament siç e ka procedura, as nuk u aprovua, po ju dha direkt kompanisë. Po kaloi miratua në parlament, kalon dje kaloi. Dje kaloi pa tjetër kishë radhën, po pasi jepet, pastaj vetë në parlament. Po ideja që është ajo praktike se do dalë akti një normativ, pastaj do të jetoj. Emergjenca kjo është procedura. Kjo është ligji. Po nëse smiratohet pse ta Po kthen kompaninë. smiratohet, do t'i rikthesh, do të përgjigjet ai që ka dhënë akti normativ do të shkojë në kushtet e nevojës dhe urgjencës. Po ishte nevojë dhe urgjencë? Urgjencë ishte po. Shumë urgjencë. Urgjencë ishte që të vinin biletat koncertit, ato është një fond i cili Po ishte shumë urgjent në rast se i duam interesat kombëtare, edhe i vëmë ato në radhë të parë, në rast se duam që Shqipëria ta ketë imazhin kudo në botë të mirë, edhe të vinë sa më shumë turistë në Shqipëri. Nuk ju ndërpresoj, ta mbyll. Për rregull, po se më tha Alibali që ai ishte nevojë urgjente, ishte. Nuk është emergjencë në ato që ka në listën e emergjencave, por ajo që ne duhet kuptojmë është që gjërat dhe ajo që kërkojnë edhe protestuesit është që gjërat të bëhen me sistem, me procedurë, edhe me barazinë e dur që gjithë secili që i ka atributet me meritokraci të shkojë edhe të zgjidhet në zgjedhje me një kod zgjedhor i cili nuk garanton më që të zgjidhen vetëm 2 partitë e mëdha, po ka edhe mes partive kandidatë të cilët janë ca të me listat mbyllura, ca të pambyllura, etj. gjëra teknike. Pra të gjithë këto kërkojnë
që çdo gjë të bëhet si në çdo vend të botës me sistem, me procedurë, edhe me gjëra të cilat mund të jenë të matshme. Problemi është në rast se flasim për perceptimin, këtu mos harrojmë një gjë. Ai u tregon shumë modest sot Rama në çfarë aspekt? Në aspektin që perceptimin ai e përgjithsoi edhe bëri. Domethënë faktet tona dhe përjetimi i qytetarëve kanë ndek në mes. Edhe këtu ai faktikisht e absolutizoi këtë gjë. Domethënë kjo është absolute, është kështu ta absolutizosh edhe e ekstremizoi madje. Sepse përjetimin nuk e ka vetëm kjo pjesë e protestës, se nuk është kjo qyteti dhe qytetarët e Shqipërisë, këta që janë këtu në protestë. Përjetimi janë edhe qytetarët e tjerë të këtij vendit, cilët faktet i shikojnë si fakte, edhe gëzojnë nga faktet.